tariffs, as you know, it'll start a week earlier. Tarifat e reja prej 25% të presidentit amerikan Donald Trump për importet nga Meksika dhe Kanadaja hynë në fuqi të martën, së bashku me një dyfishim të tarifave për mallrat kineze në 20%, duke nisur konfliktet e reja tregtare me 3 partnerët kryesor tregtar të Shteteve të Bashkuara. Veprimet tarifore të cilat mund të ndikojnë në afro $2.2 trilion në tregtinë vjetore të dy anshme nisën disa orë pasi Trump deklaroi se të 3 vendet kishin dështuar të bënin mjaftueshëm për të frenuar rrjedhën e drogës së vdekjeprurse fentanil. Kina u përgjigj menjëherë pas afatit, duke njoftuar tarifa shtesë prej 10 deri në 15% për disa importe amerikane, duke nisur nga 10 marsi dhe një sër kufizimesh të reja eksporti për produkte të caktuara amerikane. Kanadaja dhe Meksika, të cilat kanë gëzuar një marrëdhënie tregtare praktikisht pa tarifa me SBA-n për 3 dekada, u shprehen të gatshme për masa të ngjashme kundër aleatit të tyre. Kryeministri kanadez Justin Trudeau tha se Ottawa do të përgjigjet me tarifa të menjëhershme prej 25%. Tarifat do të prishin një marrëdhënie tregtare tepër të suksesshme, tha Trudeau, duke shtuar se ato do të shkelnin marrëveshjen e tregtisë së lirë SBA-Meksik-Kanada, të nënshkruar nga Trump gjatë mandatit të tij të parë. Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum pritet të njoftojë përgjigjen e saj gjatë një konference për mediat në Mexico City të martën, njoftoi Ministria e Ekonomisë së këtij vendi.